Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Dy ngjarje të rënda të ndara në kohë, por të bashkuara nga e njëjta plagë sociale, kanë rikthyer në vëmendje dhunën mes të miturve. Dje, pas gati një viti nga ngjarja, gjykata dënoi me 16 vite burg autorin e mitur të vrasjes së Martin Canit. Një vendim që mbyll një kapitull ligjor, por që nuk mund të mbyll dhimbjen e familjes dhe as shqetësimin që kjo vrasje ka lënë pas në shoqëri. Ndërkohë, në Durrës, vetëm disa ditë më parë, një tjetër adoleshent humbi jetën pas një konflikti me një bashkëmoshatar, duke e kthyer sërish vëmendjen tek një realitet që nuk është dukur, por përkundrazi vazhdon të përsëritet. Një përplasje mes të rinj e nisur për motive të dobta u mbyll në mënyrën më tragjike të mundshme. Edhe pse të ndara nga koha, këto dy ngjarje flasin për të njëjtin problem. Fëmijë dhe adoleshent që nuk arrin të menaxhojnë konfliktin dhe reagojnë me dhunë në një mjedis ku mbështetja, komunikimi dhe parandalimi shpesh mungojnë. Drejtësia sot ka dhënë një vendim, por ajo nuk mund të kthejë jetën e humbur dhe as të ndale vetë me një fenomen që kërkon ndërhyrje më të thellë. Këto raste nuk duhen parë si episode të izoluara, por si një thirrje për reflektim dhe përgjegjësi kolektive, sepse pa veprim konkret dhe të hershëm rrezikojmë të flasim sërish për emra të rinj dhe tragjedi të tjera. Kjo është tema kryesore për cilën ne do të flasim sot. Unë dua t'ju prezantoj fillimisht me panelin e të ftuarve. Në studio kam kënaqësi të kem zotin Redi Ramaj, avokat, njëkohësisht dhe avokat i familjes Cani. Mirëmbrëma Redi. Mirë se erdhe në Now. Edlira Çepani, aktiviste. Mirëmbrëma Edlira. Shumë kënaqësi që je këtu me mua. Linda Pano, aktiviste, Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe zonja Pano. Të falenderoj edhe ty, Faik Basha, ekspert për çështjet e sigurisë. Më pas në lidhje direkte do të kem edhe Ëngjëll Canin, babain e Martin Canit, Roberta Liaj, artist, por do ta nis në fakt me Ervin Karamuçon, profesorin e kriminalistikës. Karamuço, mirëmbrëma. Mirë se erdhe për disa ngjarje dhe zhvillime të ditës së sotme të cilat unë dua t'i komentoj me ty. Një goditje e SPAK ndaj një grupi kriminal me bazë në Fushkruj, por edhe mbi atë që po ndodh për garën e kreut të ri të SPAK, Karamuço, sepse ka patur disa zhvillime. Nesër është përzgjedhja se kush do ta zëvendësojë Altin Dumanin, po e nis fillimisht me ty me atë ngjarje që ti e paralajmërove një javë më parë, e përmendëm dhe dje kur ishim bashkë në studio, sot në mëngjes erdhi lajmi. Pra, SPAK sot ka lëshuar 14 masa sigurie, 10 prej tyre janë ekzekutuar, bëhet fjalë për një grup kriminal që siç e thash me bazë në Fushkruj dhe i përbër kryesisht nga antar të fisit të njohur Raja. Njëri është dhe djali i ish-deputetit Partisë Socialiste Rahman Raja. Çfarë përfaqëson ky grup? Profili i antarëve, linja e trafikut dhe si u zbulua? Karamuço, nëse mund të më bësh një përmbledhje. Një përmbledhje me atë çfarë bëri sot deklarate dhe vetë SPAK-u mbas përfundimit të këtij operacioni. Sigurisht në 24 orë të fundit, siç e përmendëm dhe mbrëm në emision, kishin filluar po lëviznin forcat operacionale të policisë shtetit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, pra kuptohej që kishte një operacion të madh, po nuk dihej se për çfarë grupi bëhej fjalë dhe në cilën zonë do zhvillohej ky operacion. Është finalizuar sot. 14 urdhër arresti, ndërta 3 persona, 11 janë ekzekutuar, 3 persona dyshohet që janë larguar prej disa kohësh në drejtim të Dubait, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ne kemi dyshuar prej kohësh që zona e Fushkrujës dhe Malësisë së Krujës kanë qenë zona që krahas atyre vrasjeve me pagesë dhe konflikteve përplasjeve midis grupeve, janë marrë shumë me kultivimin e lëndëve narkotike. Kryesisht kanabis sativës, pra kultivimin pra kombëtar, në nivel kombëtar. Ndërkohë që kanë qenë pjesë edhe grupeve transnacionale, jo vetëm për ta dërguar këtë lëndë narkotike në disa vende të Evropës, por edhe për të shpërndarë nëpërmjet linjave të tjera kokainën në disa prej qyteteve europiane. Këto linja kanë fuqizuar prej vitesh, flasim tani ky grup është i brezit të dytë, i gjeneratës së dytë të atyre që njohim ne, por kanë fuqizuar së tepërmi këtyre grupeve, i kanë specializuar, sofistikuar ata, madje edhe pra kishin kohë që ishin lënë hares konfliktet e tyre që kanë pasur edhe brenda asaj zone dhe kishin filluar në ngjanin si biznesmen, si njerëz të përfshirë në aktivitet sipërmarrje, për arsye sepse ju duhet që gjithë kjo shumë e madhe e përfituar nga mijëra kilogram
lënë narkotike të kthejë në asete pra të bëjë edhe pastrimi i produkteve veprës penale. Ka qenë një aktivitet i shtrirë në disa vende të Evropës, por e lidhur kjo edhe me Amerikën Latine, me vende të veçanta aty, në kuadër të Eurojustit. Ishte në dilemë të madhe dhe vetë Spaku, sepse prokurori që e ka ndjekur dhe që ka bërë dhe ekzekutimin e operacionit në bashkëpunim me gjykatën është njëri prej kandidatëve që merr pjesë nesër në garën për kreun e Spakut, Adnan Xholi. Adnan Xholi, po. Dhe kjo dilemë ka qenë sepse mund të gjante që kjo bëhet për t'i dhënë një lloj vëmendje meritës së tij etj. Por nuk është vendosur data nga vetë ai, por ka qenë një operacion i koordinuar edhe me Turqinë, edhe me Malinezi, edhe me Gjermaninë dhe me vende të tjera, të cilat kanë pasur një informacion të koordinuar kryesisht nga Sky ECC, nga ato që na kanë ardhur nga ndihma e ndërsjellë e autoriteteve franceze. Dhe Karamuço, një pyetje para se të ndalem te Sky ECC. Çfarë përfaqësonte ky grup pra, me sa i rrezikshëm ishte? Bëhet fjalë për një grup me rrezikshmëri të lartë apo jo? Disa pjesëtar të atij grupi janë dyshuar nga ana e policisë shtetit të përfshirë në tentativa vrasje, në sulme të armatosura, në disa prej atyre sulmeve të tjera të dhunshme që ne i kemi parë edhe në video disa, mund të them muaj ose vite më përpara, pra një grup i cili merrej me të gjitha llojet e aktiviteteve kriminale, por sigurisht 2 ose 3 prej tyre janë element me të vërtet me një rrezikshmëri të lartë që ende po kërkohen nga ana e policisë shtetit, se ju thash janë larguar në drejtim dyshohet në drejtim të Emirateve të Bashkuara Arabe. Okej, dhe teksa ti flet, po ndjekim dhe pamjet e shpërndara nga policia të këtij aksioni, janë sekuestruar para, mbi 400.000 euro, në mos gaboj janë sekuestruar armë, municione, makina të ndryshme e tjerë. Karamuço, ti më përmende faktin që është goditur ky grup si pasojë e zbërthimit të komunikimeve në Sky ECC. Pra Sky ECC vazhdon të mbetet një minjer ari, po e quaj unë, për Spakun. Çfarë ka mbetur tjetër pa u zbardhur? Kë mund godas sërish? Atëre, zbardhja e këtyre komunikimeve të ardhura nga autoritetet franceze kishte kohë të kishte ndodhur, por janë kërkuar me letër porosi që krahas Skyt të ishte mundësi që të siguroheshin edhe provat të tjera, të cilat në mënyrë të kombinuar bënin të mundur një provueshmëri më të madhe të rolit të gjithë anëtarëve të këtij grupi. Kështu që prandaj kjo ka pasur vonesë për shkak të bashkëpunimit që e ka bërë të mundur Eurojusti. Pra Eurojusti ka qenë një pikë dispatcher për koordinimin e gjithë veprimeve juridike me natyrë penale që do ndërmerreshin nga të gjitha vendet që unë përmenda. Edhe me Malinezi, edhe me Turqinë, edhe me vendet e tjera europiane, kryesisht Gjermaninë. Dhe për këtë arsye, ne kemi tashmë edhe komunikimet e Skyt dhe të provat konkrete që na kanë ardhur nga këto autoritete, të cilat i kanë pasur, duhet thënë, i kanë pasur në radar këtë grup për shkak të aktivitetit të tyre të vazhdueshëm, kryesisht atë që vinte si pasojë e trafikut ndërkombëtar me Amerikën Latine. Okej, dhe në fakt kemi parë lajme vazhdimisht për këtë grup, ai konflikti te Gurorja, një ngjarje tjetër, një rrahje me shkopa bejsbolli, ka pas shumë ngjarje ku janë përfshirë ky grup. Ndërkaq, thjesht për të të pyetur, antarët e fisit Raja, përfshirë dhe të birin e ish deputetit Partisë Socialiste, ata janë në burg, pra masat për ta janë ekzekutuar. Nuk hyn tek ata që janë larguar në drejtim të Dubait apo në drejtim të paditshëm. Jo, janë arrestuar, janë të konfirmuar nga ana e Spakut që janë të arrestuar. Okej, ndërkaq, Karamuço, ditën e djeshme, në fakt, e ndam bashk këtë lajm, u ndalua një person nga Fushkruja që u tha se kishte lidhje me atentatin e Rinasit, ku ekzekutua Gilman Dodani dhe një agent i AMP-s. Dihet diçka më shumë rreth këtij ndalimi apo jo? Sipas të dhënave që ka shpërndar vetë policia, po jo në rrugë zyrtare, është bërë ditur që ky person ka shtëpinë shumë afër vendit në të cilën është djegur makina e atentatorëve, dhe siguri është thirrur për të qartësuar pozitën e tij, nëse ka pasur dieni, ka parë persona të tjerë, mund të ketë ndihmuar, dhe pastaj është lënë i lirë, mbas disa orëve është lënë i lirë. Po sigurisht mendoj dhe kam informacionet e mia që do thirren dhe persona të tjerë, të cilët kanë dalë edhe nga vëzhgimi i kamerave dhe analiza e përgjithshme që është bërë provave në vendngjarje. Pra mund të thirren dhe persona të tjerë, pra hetimet po vijojnë. Okej, Karamuço, ndërkaq, gara e Spak, e cila do të përmbyllet nesër, le të themi, nesër të 4 kandidatët do të dalin
në Këshillin e Lartë të Prokurorisë do të intervistohen 45 minuta secili, siç e ke shpjeguar këtu në emision, dhe emri i pasuesit të Dumanit do të dalë që ditën e nesërme. Dhe ka shumë kuriozitet për këtë garë. Sot ambasadori britanik, ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato kanë reaguar për garën e nesërme dhe i kanë kërkuar KLP-s, pra Këshillit Lartë Prokurorisë, që të realizojë një proces të drejtë, të lirë dhe transparent. A ka shqetësim për ndërhyrje? Si këto reagime paraprake? Ka shqetësime për ndërhyrje. Ne e kemi thënë, jo të gjithë antarët mund të jenë pjesë e adresimit të këtij shqetësimi, por disa prej tyre po. Ka pasur informacione për kontaktet papërshtatshme, për biseda që janë bërë, deri diku në rast se do kishte ndikim të drejt për drejt gjatë tyre bisedave, ata duhet ta kishin raportuar këtë. Në fakt besohet që kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Si duket nuk kanë qenë në të tillë nivel, ose vetë antari nuk e ka gjykuar që duhet ta bënte prezent këtë shqetësim. Sigurisht që ata kërkojnë që ky proces të garantohet edhe për shkak të presioni kaq të madh të jashtëm. Pitet për një presion që vjen kryesisht nga disa politikanë të vegjël, të cilët mendojnë se me problemet që kanë në SPAK mund të mbyll drejtuesi i ri duke i siguruar në një votë, nga disa biznesmen që edhe ata kanë probleme në SPAK, dhe pastaj pjesa tjetër të çon në tentakula që kanë të bëjnë edhe me krimin e organizuar, por që mes deri tani është shumë i tërhequr se sa dy komponentët e parë. Se sa politika, më the. Okej, mirë, Karamuço, nesër në fakt e gjithë kjo ngjarje, pra këto intervista që do zhvillohen në KLP do transmetohen live, megjithatë është thënë, paktën gazetarët e kanë raportuar që do jenë pothuajse të gjithë ambasadorët prezent në sallë. Aq sa i kanë kërkuar gazetarëve që ta ndjekin live nga televizioni shtetëror, aty ku do të transmetohet në mënyrë direkte. Të gjithë do të zbarkojnë kush do të jetë nesër në KLP? Mbi 30 diplomat. Mbi 30 diplomat do ta ndjekin live. Që do të jenë mbi 30 diplomat që kanë shprehur interesin për të ndjekur nga afër, pra jo nga televizioni shqiptar, po për të ndjekur nga afër, mbase jo në të njëjtën sallë, por në një sallë tjetër, do të jenë prezent në godinën e Këshillit Lartë Prokurorisë për të parë nga afër se si do të realizohet i gjithë ky proces, duke filluar që nga prezantimi i platformës dhe pastaj deri në momentin e votimit. Pra, sigurisht prezenca e tyre është një lloj trysnie edhe për vetë antarët e KLP-s, për të ndjekur ato rregulla bindjen e tyre të brendshme dhe për mos pasur çedime në element të cilët mund të krijojnë një problematikë që pastaj do ta vënë në dyshim procesin, jo ta hedhin erë sepse do ishte një gjë shumë e madhe dhe e pafalshme, por po flasim për proces të rregullt, transparent dhe të garantuar nëpërmjet një vote e cila duhet lexuar vetëm për shkak të vullnetit të tyre të brendshëm dhe jo për shkak të ndikimeve tjera nga persona të tretë. Kështu që ata mendojnë dhe është bërë një traditë tashmë edhe 3 vite më parë që prezenca e tyre do të jetë një garanci më shumë, siç ndodhi me ambasadoren amerikane. Këtë doja të të pyesja. Në mënyrë mbase disi. Këtë doja të të pyesja, po. Kërkoi të ishte vetë në sallën ku merret ky vendim. Ndërkohë që do të shikohet mundësia nëse ka një hapësirë në këtë sallë, unë di që salla nuk i mban kaq shumë persona, megjithatë do të gjehet një mundësi akomodimi diku tjetër, por brenda ambienteve të këtij institucioni. Ka ndodhur më parë që të jenë kaq shumë diplomat për të ndjekur këtë garë, se ti e the vetë që ka qenë Yuri Kim dikur, sot nuk kemi më një ambasadore ose ambasador të SBA-ve në Tiranë, por 30 diplomat, ka ndodhur ndonjëherë gjithë kjo vëmendje në KLP për kreun e SPAK apo jo? Në tjenin time dhe në memorien time ka ndodhur vetëm kur është miratuar me 140 vota reforma drejtësi. Ku të gjitha lozhat e kuvendit të Shqipërisë ishin të mbushur me ambasador të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Po që nga ajo kohë nuk kemi parë një prezencë të tillë, absolutisht jo. Po sigurisht janë ambasador të vendeve të cilat kanë krijuar një raport mjaft të ngushtë me SPAK-un nëpërmjet skuadrave tyre të përbashkëta, nëpërmjet ndihmës së ndërsjellë, dhe ato duan që kjo të vazhdojë dhe personi që do zgjidhet drejtuesi i ardhshëm të jetë një partner i tyre i ngushtë dhe i zgjedhur në mënyrë të pavarur dhe të pa ndikuar nga asnjë prej atyre komponentëve, elementëve që ata i gjykojnë që prishin gjithë procesin dhe mund të njollosin këtë institucion, i cili duhet thënë është lokomotiva e atyre institucioneve
që do të na çojë derisa të trokasim derën Bashkimit Evropian vitet e ardhshme. Okej, Karamuço, ndërkaq, pas deklaratave të ambasadorit britanik, të ambasadorit të BE-s, pak më parë në mesditë është dhe një njoftim në faqen e ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Sot, zëvendës drejtori për çështjet e Europës perëndimore qendrore vizitoi SPAK-un për shprehur vlerësimin e Shteteve të Bashkuara për punën e kryeprokurorit të posaçëm Altin Dumani me agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit për të përballur me rrjetet e palishme që kërcënojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe për të luftuar korrupsionin që pengon kompanitë dhe investitorët amerikanë. Përpjekjet e zotit Dumani vendosën standardin për bashkëpunim të fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë kundër organizatave kriminale ndërkombëtare, i cili shpresojmë se do të vazhdoj me pasardhësin e tij, shprehet SBA, ambasadat paktën në njoftimin për shtyp që kanë shpërndar pas këtij takimi. Pra e qartë që ata kërkojnë, Karamuço, një pasues të Dumanit dhe të vazhdoj po e njëjta linjë, siç ka ndjekur ai, apo jo, përveç se mbështetje për Dumanin, e cila ishte e qartë në këtë mesazh. Atë që ne kemi thënë shpesh në për emisione, pavarësisht debateve që ka pasur aty, ka qenë që sigurisht zoti Dumani vendosi një standard, jo vetëm në mënyrën e ritmit të ri në kryerjen e hetimeve dhe ngritjen e akuzave, por edhe në bashkëpunimin ndërkombëtar. Pra u shtuan skuadrat e përbashkëta, u shtuan bashkëpunimin me Eurojustin në kuadër edhe të BE-s, të Bashkimit Evropian, po ashtu me Shtetet Amerikës Latine dhe kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ata e kanë jetike vazhdimin e këtij bashkëpunimi me të njëjtat standarde, me të njëjtat garanci, përkundrejt një prej kandidatëve që ata normalisht duhet ta kenë një agjend, por sigurisht që nuk e thonë që do të sigurojë vazhdimsinë. Dhe këtë ata e kanë të lidhur, ju thash, me një sër detyrash të cilat e kanë ngarkuar edhe vetes, edhe këtij institucioni në realizimin e atyre objektivave që kanë të bëjnë kryesisht me luftën kundër karteleve, që është përmendur disa herë nga të gjithë diplomatët që kanë ardhur dhe nga këta që janë të atashuar në Shqipëri, por edhe nga ekspertë të tjerë që janë aty, ekspertë Obdatit, ICITAP-it, FBI-s, DEA-s e tjerë e tjerë. E kuptoj. Pra, ky ishte mesazhi në rreshta i SBA-s në njoftimin që kishin shpërndar. Ndërkaq më bëri përshtypje edhe diçka. Ata e kanë traditë që edhe ata e kanë traditë që edhe në momentin e tranzicionit, pra të lënies së detyrës së një drejtuesi dhe marrjes së një tjetër, vinë, japin vlerësime, japin mesazhet për të riun dhe pastaj ndjekin procesin nga afër. E kuptoj. Dhe më bëri përshtypje diçka, dhe kjo është pyetja e fundit që kam për ty. Në këtë postim të bërë në faqen e ambasadës së Shtetet Bashkuara dhe në vizitën e zyrtarit të lartë amerikan atje, nga të gjitha fotot që ata kanë postuar, përveç fotove me Altin Dumanin, me Joni Ketën, kreun e ri të BKH-s edhe me ndonjë tjetër, kanë postuar fotografi vetëm me Klodian Brahon, i cili është një nga 4 kandidatët për kreun e ri të SPAK. Tani është mesazh i qartë ky, Karamuço, që amerikanët duan Klodian Brahon si pasues të Dumanit, siç është thënë në fakt shpesh, po. Nuk mendoj që është një mesazh signifikativ, ata nuk përdorin këtë lloj mesazhes. Mbase si përdorin, po janë shumë të kujdesshëm në çdo gjë që postojnë ama. Janë shumë të kujdesshëm. Atëherë kanë shumë kohë që japin mesazhe në mënyra të tjera, nuk është nevoja ta shprehin këtë me anë fotografive. Në një fotografi që unë parë sot ishte edhe një prej kandidatëve të tjerë, në fotografitë e mëparshme të vizitës zëvendësdimës sekretarit shtetit ka qenë edhe 2 kandidaturat e tjera të cilët ata kanë dalë në fotografi. Ne po analizojmë atë. Mesazhet janë grafike, mesazhet janë dhënë të qarta, janë dhënë në mënyrat që ata i dinë shumë mirë se si jepen dhe se si merren nga ana e atyre të cilët duhet të votojnë nesër. Kështu që mos i besojmë shumë fotografive, se do ketë zhvillime nesër që fotografi do na ngjajnë thjesht një pasqyrim normal i punës dhe i takimeve që ata bëjnë në Shqipëri. Të shohim. Mirë, Karamuço, shumë faleminderit për të gjithë komentet që bën bashkë për këto zhvillime. Shumë shkurtimisht, duke kërkuar ndjes zonjës Pano edhe zonjës Çepani, Redi edhe Faik, meqense ne jemi mbledhur shpesh bashkë këtu për diskutuar edhe këtë temë që unë e zaurova me Karamuçon për garën e nesërme. Si e shef? Besoj interesi është i madh, u tha, kemi vëmendjen e gjithë ambasadorëve, të gjithë mediave shqiptare, besoj edhe qytetarët kanë interes. Janë 4 profesionistë në këndvështrimin tim, njerëz me eksperiencë, prokurorë cilët kanë karrierë gjatë, kanë pasur dosjet nxehta, pra gara është e fortë.
shpresoj të integriteti i antarëve të KLP-s për të zgjedhur më të mirin. Por që nesër do e kenë një trysni, një presion për shkak të gjithë ambasadorëve që do jenë atje. Them që po, trysnia do ketë qenë më hershme, se sa vetë dita nesërme. Do jetë mirë që të dëgjojmë dhe platformat e të katër kandidatëve. Po, do jetë live. Po, nëse nuk e dëgjuam atë për kreun e BGH-s, sepse nuk pati transparencë. Le temi paktën në këtë rast do të dëgjojmë të katërt. Pra para 3 vitesh kur zgjedhur zoti Dumani kishte prezantim platformash dhe kjo besoj do jetë interesante ditës së nesër. Faik, 1 minutë vetëm, kohë që të japin insertin dhe të lidhe me babain. Shiko, do të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot janë, mund të themi, në 11 shtator të dytë. Në 11 shtator të dytë. Që ishte fokusimi i luftës ndaj terrorizmit. Tashmë e gjithë fokusi është kthyer ndaj krimit të organizuar. Është një sfidë e jashtëzakonshme e cila i ka hapur shumë punë jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Europës. Tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po udhëheqin këtë luftë dhe nuk është çudi që brenda 1 apo 2 vitesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëjnë të njëjtën gjë që bën me luftën ndaj terrorizmit, të luftojnë edhe shtete të cilat po i përkrajnë krimin organizuar, sidomos në Amerikën e Jugut, mund të shohim dhe një konflikt të armatosur për ta çrrënjosur këtë fenomen i cili është fuqizuar jashtëzakonisht shumë. Sot krimi i organizuar nuk është më ai krimi i cili shet dhe blen dhe fiton ca para për të mbajtur ato figurat kryesore dhe antarët e organizatës. Sot krimi i organizuar është shumë i sofistikuar, kanë mjete detare, ajrore dhe toksore të forta. Po përveç kësaj, fakti që amerikanët edhe të gjithë ndërkombëtarët e tjerë do të thotë që SPAK-u nuk e kanë lënë vetëm, janë ata mbrapa këtij institucioni. E krahasova me luftën që bëri me terrorizmin për të thënë që sot po ndërton aleanca të forta të sigurta. Të gjithë shtetet që janë partnerë me Shtetet Bashkuara aleati më i fortë është SPAK-u. Shteti shqiptar ka qenë aleat gjithmonë me Shtetet e Bashkuara, por institucionet që janë të Shtetit shqiptar patjetër që janë rreshtuara në një linjë me fokusin ku është drejtuar sot Amerika. Zonja Çepani? Përtej kujdoj qoftë që do zgjidhet nesër, unë mendoj se duhet theksuar historia që ka bërë zoti Dumani, jo vetëm në SPAK, po në gjithë historinë e drejtësisë edhe të politikës në Shqipëri, edhe është një person për t'u falenderuar, sepse largoi, shpresoj një herë përgjithmonë konceptin e pandëshkueshmërisë në Shqipëri, edhe në klikat më të larta të politikës, gjë që s'kishte ndodhur kurrë. Shpresoj që do të vazhdoj në këtë model, kushdo që do të zgjidhet në vijim, por besoj se duhet theksuar, duhet rikujtuar dhe duhet mbajtur si model e gjithë mënyra se si ka punuar dhe se si ka guxuar në këtë detyrë, patjetër me mbështetjen e aleatëve, e cila nuk ka qenë e pakët, sidomos e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe më gëzon fakti që me gjithë tërheqjen në vende të ndryshme në politikën ndërkombëtare, janë ende aty sepse kemi ende shumë nevojë për mbështetjen e tyre, jo vetëm sistemin e drejtësisë, por edhe në të gjithë zhvillimet që ndodhen. Në fakt, nga gjitha mesazhet e ditës sot me kjo lije të kuptoj që ata duan një lloj vazhdimësie të punës që ka bërë Dumani. Okej, rikthehemi tek tema jon, ndjekim insertin dhe më pas me njëherë me zotin Ongjëll Cani, babain e Martin Canit. Një sherr i nisur në rrjetin e ndaluar social TikTok që të miturit e përdorin ilegalisht në vendin ton, nxiti konfliktin e rënd në ishkën e të Durrësit ku mbeti vrarë me thik në zemër Erion Boba, 15 vjeç, nxënës i vitit të parë në shkollën Dom Nikol Kaçori. Protesta e thirrur këtë të martë më 9 dhjetor në mbështetje të Erionit mblodhi vetëm familjar dhe disa të afërm të tij. Fatkeqësi e madhe e ranë që njerë ato që e kanë, e provojnë. Fatkeqësisht ne po jetojmë një shoqëri depresive, indiferente dhe nuk reagon për asgjë. Nuk solidarizohet, nuk mbështet. Dhe kjo është dhimbje. Kjo ndodh sepse që mëson shkollë, ky shtet duhet lëvizet, duhet tronditet, ky është tërmet që është më rëndë se një tërmet. Kur arrin fëmijët, mendoj se asgjë s'ka mbi fëmijët. Ngjarja që i mori jetën 15 vjeçarit Erion Boba ndodhi më 25 nëntor në zonën e Ishkënetës, ku ai u konfliktua me një grup bashkëmoshatarësh dhe u godit me thik. Pas disa ditësh në spitalin Nën Tereza ai ndërroi jetë më 4 dhjetor. Kjo tragjedi solli në kujtesë një ngjarje të ngjashme të ndodhur një vit më parë në Tiranë, ku nxënësi Martin Cani u vra me thik nga një bashkëmoshatar.
I mituri që vrau me thik 14 vjeçarin Cani dhe plagosi shokun e tij pranë shkollës Fanoli në Tiranë vetëm një vit më parë, do të vuaj 16 vite e qelirie. Vendimi u dha ditën e djeshme nga gjykata e Tiranës, e cila e shpalli fajtor të miturin 15 vjeçar për 2 vepra penale: vrasje në rrethana të tjera cilësuese ndaj Martin Canit, si dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë ndaj të miturit tjetër që mbeti i plagosur. Konkretisht, autori është dënuar me 12 vite për vrasjen e Martinit dhe 10 vite për tentativën e vrasjes së të miturit tjetër, por në bashkim të dënimeve përfundimisht u dënua me 16 vite heqje lirie. Mirë, do të shkoj në një lidhje me zotin Ëngjëll Cani, babain e Martin Canit. Mirëmbrëma, zoti Cani. Zoti Cani. Mirëmbrëma juve. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj shumë që jeni këtu me mua sonte. Ka kaluar një vit, zoti Cani, nga humbja e Martinit, të cilin ne nuk e harrojmë kurrë. Më besoni për këtë. Ai humbi jetën në mënyrën më të pafajshme, shumë e padrejtë, të rëmbejnë fëmijën aq brutalisht, dhe e kemi përjetuar shumë të gjithë, por sonte, meqense ditën e djeshme u dha dënimi për vrasësin e tij, 16 vite burg, doja të ndalesha me ju fillimisht. Si e përjetuat vendimin e djeshëm të gjykatës? Unë e thash edhe gjë se duke u konsultuar me avokatin, ne e quajtëm se drite, sepse autori kishte 2 tentativa vrasje. Po për ne është një dhimbje e madhe që sado që të dënohet, aje ne nuk na jep nuk e di çfarë më thon tani, na jep ndaj optimizëm, na jep ndaj diçka. Martini nuk kthehet më, por drejtësia duhet të jetë drejtësi dhe duhet të jetë vend. Dhe me konsultime që kam bërë me avokatin, domethënë kjo është një rrezë drite. Është një vendim pothuajse i drejtë. A u dha drejtësi? E ligji shqiptar i përgjithmonë, sepse ajo në termat juridike unë me konsultime që kam avokatin besoj që u dha një farsoj drejtësie. Këtë mund të them unë. Atëre mu nuk mund ngushëllon asnjë gjë, sepse dhimbja është kaq e madhe, bashkëshortja ime vonë shumë. U bon edhe 2 seancat e fundit që nuk ka ardhur, dhe dhimbjen e kemi të pashërueshme. Domethënë, herë pyesim vetëm e themi si mund të jetë, si jetohet pa Martinin, domethënë. Ne kuptoj. Kjo është i dhimbje që nuk. Pra ju më thatë, zoti Cani, që vendimi i drejtësisë nuk. Jo, këtu jam, thjesht kemi pak sekonda vonesë me njëri tjetrin. Pra ju më thatë që vendimi i djeshëm i drejtësisë nuk ju au ka lehtësuar dhimbjen, dhe kjo është mëse e kuptueshme. Po shoh që ju mbrapa krave keni disa fotografi të Martinit, një Martini i qeshur në një fotografi, një tjetër me veshjen e futbollit. Gjatë këtij viti, çfarë ka qenë më e vështirë për familjen tuaj? Kush ka qenë më e vështira për familjen tuaj? Kemi pasur shumë vështirësi të madhe, sepse ne Martinin e kemi rritur, e bëm 15 vjeç, 14 vjeç, sa ishte 15 bonte tani, dhe imagjino të rrisish një fëmijë 14 vjeçar të shkojë në shkollë dhe të kthehet ashtu sikur që kthye Martini, dhe Martini ishte një tip që nuk kishte sherrë me njeri, dhe ishte i tip gjithmonë, po të shohësh gjitha fotografi, gjitha albumet e Martinit, gjithë videot, ai ishte i qeshur, dhe ishte nga këto djemë që ishte lider, nuk ishte nga këto djemë që kërkonte sherrë ose kërkonte grindje me fëmijët e tjerë. Po thuaj se ishte ai që tërheqte vëmendjen e batutave, të shakave që bënte. Domethënë ishte ai personi, domethënë që binte në sy për çdo gjë, i qeshur, i këndshëm. Kjo ishte, dhe është shumë e trisht, domethënë kur kujtoj që jemi pa Martinin, akoma na duket si mjegull, domethënë para syve, domethënë ai shikojmë rrugën, do vin Martini tani nga servitja, do vin Martini nga shkolla. Akoma nuk është ajo, është kaq që madhe dhimbja sa që ne na ka të rënditur shumë si familje. Zoti Cani, është dhimbja e madhe, pa vetëm një prind që mund të ketë pas. Jo, vetëm një prind, po jo vazhdoni, ma thoni, vetëm një prind që mund të ketë pasur? Një ngjarje të tillë mund ta kuptoj. Vetëm një prind që mund të ketë patur të një. Po, mund të na kuptoj ato që këtë dhimbjen tonë që kemi, është pa e shpjegueshme, nuk shpjegohet dot.
Keni të drejtë këtu, që vetëm një njeri që mund ta ketë përjetuar diçka, po më besoni që të gjithë ne, dhe unë jam e bindur që gjithë shoqëria shqiptare e kanë ndjerë, jo sa ju, pa diskutim, po dhimbjen bashkë me ju për humbjen edhe për atë gjithë ngjarjen që ju keni përjetuar. Zoti Cani, nëse do të drejtoheshit prindërve të tjerë sot, çfarë mesazhi do kishit për ta? Ti duan më shumë fëmijët, ti konsultojnë, të gjithmonë ti mësojnë që mos majnë thika me vete. Këto gjëra, do më thonë, sa më shumë gjërat lumtra, gjërat mira, që mos t'kenë ato tendencën e sherreve, të grindjeve. Po nuk është vetëm prindrit, sepse është edhe shkolla, edhe shëndetësia. Janë shumë gjëra që në shoqërinë tonë mungojnë, nuk e di sa mund të jemi saktë me ju. Janë gjithçka këtu çalon, ka shumë gjëra që çalojnë. Çfarë do doni të ndryshonte në shoqëri që ne humbëm fëmijën, domethënë. Po, jo, më thoni, po. Po, shoqëria jonë është i qik neglishencë, nuk e di sa me krahasu me ato të Evropës, nuk e di, ne kemi kërku që të vendoset një stol ke shkolla dhe ato se kam bërë. Edhe një stol? Shkolla ditën tjetër boni mësim, sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. Ju keni kërkuar, zoti Cani, që të vendoset një stol tek shkolla dhe nuk e kanë vendosur as këtë, po më thoni? Jo, unë e kanë kërkuar prindërit për arsim, me sa kam dëgjuar unë, që të vendoset një stol, domethënë, ose e kanë kërkuar edhe në bashki që të vehet një emër palestre i diçka të tillë, po ne nuk jemi me Evropën, vërtet e kërkojmë Evropën, po si jemi me to. Kjo s'ka lidhje me Evropën, zoti Cani, ndjes që po e vajza si e kishte. Them këtë, nuk ka lidhje me Evropën, kjo ka lidhje edhe me njerëzoren, po më thoni. Po pra, nuk e di, është një shembull në Itali që ajo Ilja Sulla, që e vrau i dashuri vetë dhe shkolla shkoi vendosi emrin e një kabineti, ose një sallë që ishte për mësim, dhe më thonë, shife sa larg janë ato me krahasu me ne, ato doja të thoja. Jo, shumë e drejtë, jo, unë e kuptoj çfarë doni të thonit ju, po për të qenë, nuk duhet të jesh europian që të jesh njerëzor. Mund të jemi njerëzor dhe ne shqiptarët, pa diskutim. Çfarë keni pritur nga shteti, nga shkolla gjatë kësaj kohe dhe nuk e keni gjetur dot, nuk ju kanë ndihmuar, nuk ju kanë ofruar tjetër përveç një stoli që sapo më thatë, apo një emër palestre? Po ne s'kemi pritur gjën, se s'kemi pa gjën, nuk kemi shikuar diçka të tillë nga shteti, nga shkolla, nga institucionet. Ne kemi pritur gjithë shqiptarët, që i falenderoj që kanë qenë kranesh, por shkolla dhe institucionet e tjera nuk kanë treguar në reagim. Është një vit tani dhe është për të dëshiruar. Pra ju keni qenë vetëm në dhimbjen tuaj, bashkë me shqiptarët, me solidaritetin e shqiptarëve, por shkolla, mësuesit atje, nuk janë ndjerë gjatë këtij viti. Nuk ju janë gjendur afër. Qoftë dhe me një mesazh. Po jo, deri tani, jo. Po sikur një SMS sot na dërgoshin ne ditën e premte, sot kishim një shpëtim jete. Një SMS, nes na lajmëruan që është ditën e premte dhe kjo është shumë e trishtë. Ditën e premte kur ndodhi tragjedia, po më thoni. Ndodhi që është e premten dhe... Po, sepse ju punën e kishit aty afër, 5 minuta larg. Jo, tragjedia ndodhi të hënën. Okej, ditën e premte e kuptoj gjatë kohës kur ndodhi konflikti, po, nëse do ishit vënë në dieni. Zoti Cani, edhe një pyetje të fundit. Çfarë mesazhi... Ndodhi 2 ditë rresht. Po. Zoti Cani, çfarë do donit të ndryshonte në shoqëri që tragjedisja ajo e Martinit mos përsëriten më? Po janë disa rregulla, janë disa ura lidhse, janë disa, domethënë që institucionet arsimore duhet kishin duhet komunikoshin më shumë me prindërit, edhe ju duhet ftoni më shumë prindër që t'i dini hallet e tyre, se po fol shumë më populloshe. Jo, ashtu flit. Sepse duhet jetojmë realitetin.
duhet jetojmë realitetin, a kupto, shumë prindër kanë hallë, kanë probleme, kanë diçka, janë punë, duhet kemi ura lidhse mes prindërve, nxënësve, mësuesve, shoqërisë. Po unë djalim pat fatin e keq, sepse ne rritëm kaq mirë, sepse ai ishte një sportist, shkonte ke sporti, mësonte në shkollë, e kishte kohën të limituar, ditën e shtunë të dielën, unë e merrsha ke puna ime, bonte pishin, nuk ishte një djalë që u merrte me rrjetet sociale, se është për folur, jo kishte TikTok, jo kishte diçka tillë. Ai nuk kishte TikTok, se s'kishte kohë më umur me TikTokun, sa ai sa vinte në shtëpi, shkonte në stërvitje, atëherë do mësonte librat, mund të rrinte i gjysë orë në telefon sikur të rrin gjithë fëmijët, ai nuk ishte tipi që do rrinte në telefon, ishte tipi që donte të bonte sportist, kishte ëndra shumë dha, dhe fati i keq atij, këto djemë të mirë po na ikin sot, dhe po vujmë ne prindrit. Shumë e vërtet. Dhe disa fëmijë të përgdhelur ose disa fëmijë tjerë, do me thonë, majnë thika, majnë doreza, majnë diçka, kanë babin e fort, kanë këtë, kanë ato, do me thonë, kanë shumë probleme. Po të zbrisni në realitet ke shkollat, ke spitalet, në rrugë, ka shumë probleme. Shumë probleme. Shumë e drejtë, shumë probleme ka. Do mos të ngene të kap frika mes rrugës. Prandaj jemi mbledhur sot këtu për t'i thënë disa gjëra. Zoti Cani, unë të falenderoj shumë për këto minuta që gjete për të lidhur me mua në emision, e di që dhimbja është e madhe edhe sot e kësaj dite. Ne do ta mbajmë mend Martinin ashtu siç e keni ju në atë fotografinë mbrapa, ashtu të qeshur. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit. Redi, shumë shkurt me qenë se ditën e djeshme u dha vendimi. Si e gjykon vendimin, sigurisht që babai foli, dhimbja atyre nuk lehtësohet nga ky vendim, po nga pikpamja ligjore, është maksimumi i mundshëm brenda kuadrit ligjor për një autor të mitur, siç ishte ky rast, pra 16 vite? Duke thënë përgjigje të shpejtë, besoj që kemi marrë maksimumin e mundshëm për një të mitur dhe duke parë situatën në cilën legislatori shqiptar ose ligjvënësi shqiptar ka dhënë disa benefite ose disa mundësi që i miturit të mos të dënohet në maksimumin që përcakton kodi penal për të rriturit. Pra kemi një kod penal për të miturit dhe një kod penal për të rriturit. Gjykata në këndvështrimin ton ka qenë e kujdesshme për t'i dhënë të gjitha ato të drejta që i takojnë dhe pandehurit, personit i cili është akuzuar për këtë vrasje. Kështu që mendojmë që vendimi i gjykatës është i drejtë. Gjithsesi duhet parë i detajuar, i zbardhur në një moment tjetër kur ai të dalin nga gjykata. Por duhet thonë Erla që është shumë e rëndësishme, duke vazhduar pak pjesën e babait Martin Canit, shteti shqiptar dhe ne si shoqëri mendoj që kemi dështuar të fëmijët, dhe kjo është tragjedi, këtë e them me përgjegjësi të plotë, kanë dështuar kryesisht institucionet, pavarësisht se edhe shoqëria, unë kam thënë dhe në gjykatë në seancë gjyqësore, që këtu nuk është vetëm faji një personit pandehur, megjithëse i pandehur ishte i mitur me gjithë situatën që e dim. Ai është viktim për veten e vet. Problemi është më i gjerë. Ne kemi kthyer disa rregulla, disa morale të shoqërisë, ne s'kemi më shoqëri, s'kemi komunitet. Kemi goditur dhe institucionet kultit, institucionet sociale, gjithë institucionet e tjera që bëjnë komunitetin dhe ja kemi lënë në dorë vetëm institucioneve shtetërore për të zgjidhur disa çështje për te familjes. Dhe ato nuk kanë arritur do të zgjidhin asgjë dhe kanë dështuar totalisht dhe prandaj ndodhin këto situata si që ishte rasti Martin Canit tragjikisht, por kjo ngjarja e Durrësit e pak ditë më parë. Ngjarjet e tjera të të miturve cilët plagosen për ditë, dhunohen, bullizohen, ka ndodhur disa gjatë kësaj kohe. Fatkeqësisht nga statistikat që kemi marrë ditët e fundit, është në rritje krimi ose kriminalizimi i fëmijëve, i të miturve, dhe nën 14 vjeç që nuk kanë përgjegjësi penale dhe nga mosha 14 deri në 18 dhe këtu pastaj futemi në situata shumë problematike. Pra është kthyer në një fenomen shqetësues. Grupe kriminale përdorin të miturit për këto benefitet që thamë ne të ligjit. Me që përfitojnë nga mosha e mitur. Për t'i trajnuar, për t'i përdorur, për të kryer vepra penale. Dhe këtu tani nuk mund të, kjo është e patolerueshme, papranueshme dhe është përtej çdo lloj logjike normale nëse nuk ndërhyjnë institucionet. Martin Cani mund të ishte shmangur vrasja e Martin Canit, e tha babai, duke nëse do i kishte ardhur një mesazh nga shkolla. Nëse do të ishte njoftuar për konfliktin. Dhe nëse shkolla nuk do vriste mendjen për rankimin e saj,
por do ta deklaronte incidentit, se nuk e ka deklaruar incidentit sepse i dilte nami i keq i shkollës. Kjo është e papranueshme. E kuptoj. Zhenja Pano, pse konfliktet mes të rinjve po përshkallëzohen kaq lehtë deri në dhunë ekstreme? Ka disa arsye në fakt, është konfliktet në familje, janë reflektohen tek fëmijët, presioni peer pressure, është ideja që në qoftë se do të jesh pjesë e një grupimi, ti ke nevojë që të jesh i fortë, të bullizosh të tjerët, të sillesh si grupi, përndryshe nuk pranohesh në grup, ka probleme të shëndetit mendor edhe emocional, ka arsye socioekonomike, familje që vuajnë në varfëri ekstreme, dhe ka arsye patjetër ligjore për mua, edhe neglizhencë. Në shkuptim? Po ligjore, se shiko, në qoftë se ajo shkolla që e ka të detyrim të njoftoj prindin nëse fëmia është në një konflikt dhe nuk e bën njoftimin dhe vazhdon të funksionojë sikur të mos ke ndodhur asnjë gjë, sikur martini të mos ketë ekzistuar kurrë, patjetër që ka një gap ligjor, ose më të saktë ndoshta është ligji aty, por nuk zbatohet ligji. Sepse normalisht minimumi drejtoresha duhet të kishte dhënë dorëheqjen nga pozicioni i saj dhe mësuesja kujdestare duhet të mbante përgjegjësi që nuk ka lajmëruar prindin për çfarë kishte ndodhur me Martinin ditën e premte. Kështu që patjetër për mua është edhe problem ligjor. Pastaj të mos hyj tek ideja që shteti është totalisht neglizhent ndaj fëmijëve. Fëmijët në fakt duhet të ishin interesi më i lartë i shtetit, por nuk janë. Dhe këtë e tregon edhe fakti që buxheti për arsimin në 2024 u ul me mbi 1 miliard lek dhe në 2025 është ulur me 1.6%. Dhe po them me 1.6% nga buxheti që u miratua në fillim të 2025-s. Çfarë do të thotë ulet buxheti në arsim? Do të thotë arsim më cilësor apo arsim më pak cilësor, më pak investime në shkolla, më pak investime në aktivitete ose në mbështetje të fëmijëve që kanë aq shumë nevojë. Një arsim më i dobët sot, nesër do të ketë qytetar më pak të ndoshta të përgjegjshëm dhe më pak të aftë për të na qeverisur, sepse nesër ata do të jenë qeveritarët e të ardhmes. Dhe normalisht një shtet që ul buxhetin në arsim është një shtet që nuk është i interesuar vërtet për mirëqenien e po familja çfarë roli ka? Familja patjetër që ka një rol thelbësor, edhe unë besoj që familja është në një krizë reale, Erla. Dhe ne diskutojmë këtë shpesh, familja është në një krizë reale. Dhe për shkak të kësaj krize, dalin teoritë që hajde ta hedhim tani se nuk funksionon më. Në fakt nuk kemi nevojë ta hedhim, sepse është provuar në mira vite, në shekuj me radhë, që familja është qeliza e një shoqërie dhe një familje shëndetshme do të bëjë një shoqëri të shëndetshme. Tani familja që është në krizë, patjetër që do reflektohet në gjithë shoqërinë. Dhe shoqëria do të jetë në krizë. Dhe çfarë mund të bëjnë? Në zinxhir të gjitha lidhen bashkë. Patjetër që janë zinxhire dhe mua më vjen keq. Unë ndoshta në një moment të dytë dua të tregoj një histori me fëmijë të vegjël për të cilën ne kujdesemi. Jo, mund ta tregosh edhe tani, ka lidhje me këtë që po flasim, patjetër. Patjetër që ka lidhje me këtë që po flasim. Janë fëmijë të vegjël, 3 vjeçar, 4 vjeçar. Kaq të vegjël? Kaq të vegjël dhe të bën përshtypje që nuk e njohin disiplinën dhe nuk e kanë më problem idenë që ti kërkon që ti vësh rregulla. Edhe po flisja me një nga punojëset sociale që ne kemi, që kujdeset për këta fëmijë dhe i thash si është e mundur. 3 vjeçar, 4 vjeçar normalisht, minimumi është autoriteti i mësuesit ose autoriteti. Ka fëmijë në atë moshë që shfaqin edhe ëngër, shfaqin një lloj agresiviteti, ndoshta vjen dhe për shkak të tabletave, iPadeve, telefonave që rrin. Jetoj në zona shumë rurale dhe nuk ka aq shumë tableta dhe telefona, por më tha këtë ndërkohë që filloi të qante. Janë rrahur aq shumë se nuk u bën më përshtypje dhuna. Janë rrahur aq shumë? Janë rrahur aq shumë se nuk u bën më përshtypje dhuna. Rrihen me njëri tjetrin? Rrihen me njëri tjetrin dhe edhe shohin apo dhe në familje, shohin dhunë në familje, po. Domethënë janë bërë imun ndaj dhunës dhe normalisht ato që shohin në familje dhe ato që përjetojnë në mund ta imitojnë dhe jashtë. Patjetër që imitojnë jashtë. Zana Çepani, çfarë po ndodh?
Ne nuk flasim sot për herë të parë, fatkeqësisht kemi vite të tëra që flasim në lidhje me vëmendjen që duhet kemi ndaj fëmijëve. Nuk ka kategori më të rëndësishme në një shoqëri se sa fëmijët. Ne që jemi prindër, por edhe ata që s'janë prindër, e kuptojmë se çfarë rëndësie ka fëmia në një shoqëri dhe se sa pak këtë rëndësi ne ja kushtojmë në Shqipëri, me mungesë vëmendje në të gjitha aspektet. Që nga aspekti i buxhetit që e preku pak Linda, i cili është në vendet normale është 5% e GDP-s. Në vendin tonë është 2.4% akoma. Dhe ishte ulur dhe mos gaboj në këtë vit do të ngrihet pak për sa i përket edhe strukturave të arsimit, por nuk ka asnjë lloj ngritje për sa i përket asaj ngritje që duhet, pra në vende si Finlanda 7%. Dhe ka një arsye pse aty është vendi më i lumtur në botë, apo që ka arsimin më të mirë në botë etj, sepse kur ti investon diku, investimit kthehet. Tani ne duhet kuptojmë në shoqërinë tonë ku duam të investojmë. Duam të investojmë te fjalët, te politika, te gjithë këto gjërat e tjera të cilat i sjellim si një vorbull edhe nuk na sjellin asnjë ndryshim, apo duam të investojmë tek gjëja më e çmuar që kemi, gjithë secili prej nesh në shtëpi, por edhe të gjithë prej nesh në shoqëri, që janë fëmijët. Dhe ne harrojmë që në këtë shoqërinë tonë fëmijëve u mungon vëmendja nga prindrit, sepse prindrit janë në situatë, pjesa më e madhe prindërve janë në situatë mbijetese. Se me këto çmime që kemi ne në Shqipëri dhe me këtë standard jetese, na duhet bëjmë nga 2-3 punë, neve që i kemi punët të një farë niveli, po mendo ati prindrit që i duhet punoj 24 orë aty roje edhe duhet të mbaj fëmijët se nuk arrin dot standardin, kemi nivelin më të lartë të varfërisë të fëmijëve dhe të rinjve që kemi patur ndonjëherë. Dhe kjo është një gjë e cila duhet jetë këmbën alarme, sepse prindin nuk e ndihmojmë, ne nuk kemi një buxhet, siç kanë shumë vende të tjera të botës, i cili t'i ndihmoj prindrit në bazë të numrit të fëmijëve që kanë. Kemi vetëm atë bonusin e bebes që jepet një herë kur lind dhe pastaj derisa shkon 18 vjeç s'ka gjë, le të jetojë si në mesjet, pa bukë, pa ujë, pa kushte, se s'ka problem, nuk kujdeset asnjëri për këtë. Ndihmat sociale të atyre familjeve që janë nevojë janë nga 30.000 lekë, 40.000 lekë të vjetra në muaj, dhe ne pasaj presim që këto familje të edukojnë fëmijët edhe të jenë të gatshme për të nxjerrë në shoqëri. Jo, nuk e bëjmë dot këtë gjë. Dhe nga ana tjetër, ka një problematik shumë të madhe edhe me shkollën. Ne i kemi vendosur shkollës kompetenca, i kemi vendosur, ama as buxhetet nuk ju arrisim, as kapacitetet nuk ju arrisim, as nuk ju japim mundësi atyre mësuesve, të cilët të kuptojnë që nuk janë vetëm mësues të matematikës, biologjisë etj, por mbi të gjitha janë njerëz të cilët studentët, nxënësit duhet i kenë si model edukator. Janë ta shohin dhe të thotë unë kështu duhet bëhem me vlera, sepse i ngarkojnë më shumë edhe ata me procedura, me burokracia etj, se ata realisht nuk kanë kohë që të merren me fëmijët. Ne nuk ulemi një herë në një institucion apo në një ambient dhe të ulemi dhe të mendojmë ose të pyesim këta fëmijët për çfarë keni nevojë. Keni nevojë për më shumë vëmendje, keni nevojë për më shumë buxhet, keni nevojë për më shumë psikolog në shkolla që t'ju ndihmojnë, apo për një lloj sistemi arsimor ndryshe, nuk i pyesim një herë dhe pastaj themi pse është bërë ky brezi kështu që është bërë agresiv etj, por normal që janë bërë agresiv. Se ata hapin televizorin, shohin parlament, në parlament ata që duhet ishin modelet dhe të nxjehen. Hapin televizorin, shohin panelet televizive, vetëm nxjehen të gjithë. Hapin TikTokun, Instagramin apo Facebookun, edhe aty bizotrimi më të fortit. Shkojnë në shoqëri dhe ne i kemi mësuar që të mbijetosh në shoqëri ti duhet të jesh agresiv, duhet të jesh më i forti, sepse këtu më i forti respektohet. Ai që është më pa vlera respektohet. Ai që e ka bërë para në mënyra nga më korruptive me gjithë krimet e mundshme, dhe ne respektojmë, sepse ai është i shkathti, i korruptuari është i shkathti. Jo ai budallaj me integritet që punon me ndershmëri. Nga ana tjetër, sa ju japim ne këtyre fëmijëve mundësinë që në atë moshë që kanë të shkarkojnë edhe energjinë që kanë. Edhe ato energji pozitive dhe negative. Sa kemi ne fusha sporti këtu në Tiranë ku flasim që është qyteti më i madh i Shqipërisë. Sigurisht se diku duhet ta shfrynë edhe ata. Sa parë që kemi. Gjithë energjinë e tyre. Sa herë i marrin fëmijët për dorë dhe s'dim ku t'i çojmë.
se s'din fëmijët tanë ku të vrapojnë, se ka vetëm një park për 1 milion banor që është parku Liçenit. Dhe ai një pjesë e madhe është me beton. Sa një lojra pjesë po themi të lojrat, se kanë për sa pjesën tjetër. kënde lojrash ju ofrojmë fëmijëve, sa mundësi për të bërë sport, edhe për ata fëmijë që s'kan lek prindrit të çojnë në kurse, se jo gjithë prindrit kanë para të çojnë fëmijët në për 100 kurse. Shumë e drejtë. Dhe punojnë prindrit 24 orë nga 12 orë në ditë, dhe pastaj fëmijët të cilët janë të neglizhuar, mbeten vetëm, ose nga ana tjetër ata që kanë para janë me dadot e tjerë. Pse? Sepse ne nuk kemi bërë një balans akoma të punës dhe të angazhimit familjar ashtu siç duhet të jetë. Nuk kanë kot politika shtetet e zhvilluara perëndimore, të cilët argjojnë para që familja ta mbajë fëmijën në mënyrën e dur derisa të jetë 18 vjeç. Ne nuk mbajmë jo fëmijët që kanë prindër si mbajmë, po edhe fëmijët jetim nuk i nxjerrim i mbajmë në institucione deri 18 vjeç, 18 vjeç janë mes katë rrugë. Ose kur i mbajmë në për institucione, kjo ka qenë një rast shumë shokues. Një problematikë dhe po, ja ta japun fjalën e Lira para se të shkoj te zoti Basha. Një situatë shumë shokuese. Ka fëmijë që vinë me trauma në për institucionet shtetërore, fëmijët jetim, që përdoren nga organizatat që u diskutua tani. Nga krimi organizuar, ose nga krimi. Për krime. Ose fëmijë me probleme të shëndetit mendor dhe emocional. Nuk ka një qendër në Shqipëri që të trajtoj këta fëmijë. Ka pas një rast që unë jam marrë për rreth 1 vit e ca, për të ndihmuar një nga këta fëmijët në një nga këto qendrat shtetërore, institucionet për fëmijët jetim, që mund të jenë jetim social ose jetim pa prindër, dhe nuk ka një qendër të tillë, dhe kudo ku kam trokitur për ta ndihmuar këtë djalë, më kanë thënë nuk kemi çfarë të bëjmë. Si është e mundur që nuk ka çfarë të bëj, Ministria e Shëndetësisë, që me një buxhet që nuk është i vogël normalisht, për të ndërtuar një qendër, me që u hap kjo çështje tani, për të ndërtuar një qendër për fëmijët me probleme të shëndetit emocional apo mendor, që janë fëmijë të cilët mund të jenë potencial për të përdorur, janë potencial dhe po përdoren. Jo thjesht mund të jenë potencial, po përdoren, edhe janë potencial për trafikim të qenieve njerëzore, dhe po përdoren nga këto bandat që diskutohet për të kryer krime, sepse janë nën moshë dhe dihet që nuk i kap ligji. Dhe ideja është që ne nuk kemi çfarë të bëjmë sepse duhen shumë para, duhet një buxhet i caktuar dhe qeveria nuk na ndihmon. Është Ministria e Shëndetësisë pjesë e qeverisë? Patjetër që është. Dhe më vjen mirë që u hap kjo si temë, sepse do doja t'i bëja një apel Ministrisë së Shëndetësisë për t'i thënë edhe një herë, hapni një qendër për këta fëmijë që kanë vlerë, pavarësisht. Dhe këta janë fëmijë kryesisht jetim? Janë jetim. Okej, janë jetim, dakor. Janë jetim në institucione, po që po përdoren. Është nevojshme për ta kuptuar çfarë kategorie janë. Janë pjesë e fëmijëve të rrugës, megjithëse janë institucione, janë fëmijë që shpenzojnë shumicën e kohës flen në rrugë dhe përdoren për të vjedhur, përdoren për të thyer xhama, për të përfshirë në banda dhe në situata që normalisht një i rritur nuk do të përfshihet sepse e kap ligji. Kështu që nëse duam të kujdesemi, duhet fillojmë nga këta, fillojmë nga jetimët. Dakor, po problemi është që fenomeni është dhe më i gjerë. Edhe një gjë tjetër që është tek familjet e varfra, mungon babai. Babai në shtëpi sepse shkon punon në Malë të Zi, shkon punon në Kroaci dhe në vende të tjera me 3 muaj sa që lejon viza, në mënyrë që të siguroj për familjet, ndërkohë që sidomos kur ka shumë fëmijë. Një rast që ne njohim, me 6 fëmijë, babai shumicën e kohës nuk është aty. Dhe normalisht fëmijët kush do t'i edukoj? Nëna që me zia del dhe shkolla gjen rrugën më të shkurtër i përjashton sepse nuk ja del dot t'i edukoj. Dhe çfarë do të bëhet me ata fëmijë? Ndihen të përjashtuar nga shkolla, të përjashtuar nga shoqëria, nga familja të pakujdesur, çfarë do të bëhet me ta? Normalisht do të jenë potencial për të përfshirë në organizata dhe në akte dhune. Problemi nuk mbetet problemi nuk mbetet vetëm tek shtresat e marginalizuara, të cilat janë potencial. Kemi 2 problematika këtu dhe pastaj do ta kaloj fjalën ndjes. Një, edhe kjo pjesa e pandëshkueshmërisë. Edhe atëherë kur na kap ligji, ne kemi këtë konceptin e pandëshkueshmërisë në përgjithësi. Se shofim çunin e të fortit, çunin e politikanit, çunin e X-it, gocën e Y-it, të cilët nuk i ka pas kap ligji,
shofim X-in, Y-in, Z-in dhe kemi këtë konceptin që është shumë i gabuar, se në fakt ligji funksionon, të pa ndëshkueshmërisë. Edhe aty lulëzon edhe ideja që mund të bëjmë krime sipas dëshirës. Dhe nga ana tjetër, dua të theksoj që dhuna nuk është një aspekt që prek vetëm shtresat e marginalizuara. Dhe kjo duhet na vërë në alert të gjithëve. Se her pas herë në theme, okay, unë fëmijët e mi i kam okay se i mbaj si në këmban Qelçi. Nuk i mban dot. Nuk i mban dot si në këmban Qelçi, kur ka në një shoqëri të dhunshme, do të preken në një farë mënyrë nga dhuna. Një herë nga bulizmi, një herë nga dhuna fizike, një herë nga një fjalë që ju shkatron ditën, dhe të gjitha këto, po një herë edhe nga mungesa e këtyre hapësirave që në vetvete është dhunë, edhe nga smogu që ju shkakton probleme në mushkëri që kur janë të vegjël, të gjitha këto janë një rreth vicioz, nga i cili nuk shpëton askush. Këtë gjë nuk duhet ta harrojmë. Pra nuk ka prind i cili nuk i do fëmijët e tij dhe nuk i mbron edhe me jetë fëmijët e tij, i cili nuk preket edhe nga këto problematika, të cilat nuk janë vetëm për shtresat e marginalizuara, por janë për gjithë, për fëmijët e gjithë. Që jetojnë këtu atu apo ka një kategori caktuar. Okej, Faik, sa alarmante është situata? Shiko, do ta nis tu Koela në zonjën nderuar. Nuk ka prind që nuk do fëmijët e tij. Dhe kjo është mëse e vërtet. Por, a janë gjithë prindrit të fokusuar për të rritur fëmijët në mënyrë të edukuar dhe për t'i dhënë gjithë kohën e nevojshme? Në kohët e sotme kjo është bërë gjithmonë më e vështirë. Shiko, është bërë gjithmonë më e vështirë, por unë dua ta lidh pak edhe me atë çfarë tha babai Martinit, që sa do që ne të kujdesemi dhe ai tregoi që kishte rrit një fëmijë model, vjen ai fëmia e tij babait gangster. Pra, në shumicën e rasteve kur kemi patur dhunë, konflikte dhe raste të rënda konflikti me fëmijët, kryesisht nuk e kanë bërë ato që s'kanë pasur mbështetje, s'kanë patur mundësi, por e kanë bërë këto fëmijët të cilët janë rritur me një ekonomi, mund të themi dhe pa kontrolluar nga mënyra se si është fituar, mënyra se si është menaxhuar nga prindrit. Pra, kanë patur mirëqenie, kanë patur ekonomi, por e kanë fituar ashtu si e kanë fituar dhe nuk kanë ditur të edukojnë fëmijët e tyre. Askush nuk është i mbrojtur në një shoqëri e cila shfaq forma nga më të ndryshme dhune. Edhe ai që përpiqet të bëjë më të mirën e mundshme për fëmijët e tij, vjen momenti që dikush që nuk e ka bërë punën siç duhet, vjen dhe të përfshin në konflikt dhe të përfshin në atë situatë, siç ishte edhe rasti i Martin Canit, i cili për çfarë është thënë dhe çfarë kemi dëgjuar, ishte një fëmijë i cili ishte supermodel dhe ishte i kompletuar në mënyrën se si edukohej dhe si trajnohej dhe se si përkujdesej familja për të. Unë jam dakord me gjithë ato çfarë u tha këtu dhe plotësisht dakord për gjitha shqetësimet që u ngritur në qoftë në mbështetje ekonomike, sistemit arsimor, programe jashtë orarit mësimor, që ata shkarkojnë, e tha Çepa, që ata shkarkojnë gjithë energjinë e tyre, terrene sportive, ta shkarkojnë diku, janë shumë të rëndësishme. Por kemi një problem shumë të madh, i cili në shoqërinë tonë është mjaft dominant, që është familja me një mungesë të theksuar për të dhënë maksimumin për të edukuar fëmijët. Është shumë e vështirë. Është vetëm te familja apo është edhe shkolla, institucione, shoqëria? Mendoj që duhet të bëjmë një piramidë. Nuk mund të përjashtojmë. Kush qëndron në majtë të piramidës për ty? Në majtë piramidës unë mendoj që është familja. Ne duhet jemi më të përgjegjshëm, nuk kemi për detyrë vetëm të lindin fëmijë. Po kemi për detyrë t'i rrisim dhe t'i edukojmë fëmijët. Kjo është maja e piramidës dhe përgjegjësia kryesore për të patur si është fëmia sot do jetë kombi nesër. Dhe kjo është fjalë që do të thotë që sa më shumë të investojmë te fëmia, sa më shumë të përkujdesim për fëmijët, sa më shumë ta edukojmë fëmijët. Po kur jemi rrit ne, ka patur një vështirësi, duhet pranuar kjo pjesë. Viteve 90, 92, 97 kanë qenë vite të vështira dhe sot gjithë ky brez i cili ka kaluar të tranzicion, sot është ai brezi i cili ka fëmijët në moshën 10, 12, 15 dhe a është ky një tregues që mungesa e një edukimi prindëror që është sot prind të shkojë deri aty sa të mos ketë aftësi dhe mundësi të edukojë
fëmijët e tij, a është sot ky brezi i cili po tenton të pasurohet në mënyrë pa drejtë dhe të shpejtë dhe të pamerituar, i cili e ka harruar detyrën që ka parësore, jo paran e pasurinë, por fëmijën për të arritur dhe për të edukuar. Pra, këto mendoj unë që janë probleme thelbësore. Pastaj zinxhiri tjetër i cili është çështja e sigurisë. Nëse kemi rastin konkret që nuk njoftoi mësuesi, drejtoresha, oficeri i sigurisë, roja e shkollës, psikologja nuk arriti dot të kapi shqetësimet, patjetër që këto janë probleme që duhet të ndiqen dhe të veprohet me gjithë ato që kanë përgjegjësi dhe të rimodelohet edhe i herë ndoshta edhe i gjithë zinxhiri kontrollues i sistemit arsimor, sepse her pas here dhe veniten, her pas here dhe mund të kenë çdime dhe prandaj duhet rifreskuar zinxhiri i kontrollit dhe i sigurisë dhe i menaxhimit në tërësi të shkollave. Por ama çfarë zinxhiri e ke fjalën? Ndjes, vetëm për ta shpjeguar pak këtë. Pra çfarë duhet të ketë në një shkollë? Pra të jenë mësuesit më alert, të ketë rojet e derat, të ketë roje në proborët e shkollës, nuk mund ta kthejmë shkollën në një burg, po mund ta bëjmë shkollën më të trajnuar. Mund ta bëjmë oficerin e sigurisë më të trajnuar, mund ta bëjmë psikologun më profesional, mund ta bëjmë mësuesin kujdestar më të lirë nga mësimdhënia dhe t'i japim diçka më shumë nga ana e menaxhimit të brendshëm të klasës. Po ja, pra e tha babai Martinit, shkolla nuk i kishte dërguar, pra nuk e kishte raportuar këtë si rast, apo e tha Redi, se tani ndoshta edhe unë po ngatrohem. Të dy e thanë mbase. Kishte frikën shkolla se mos i dilte emri i keq që ka shere në atë shkollë, pra që nxënësit zien. Një detaj nëse mund ta shtoj këtu. Ka një problem shumë të madh. Shkollat shqiptare, kryesisht shkollat shtetërore, po dhe shkollat private kanë problemet e veta, janë futur në një cikël i cili ka shumë probleme. Do një kujdes të shtuar për se si do vazhdoj me arsimin në të ardhmen, mendoj unë. Pse e them, kanë probleme buxheti, që u tha këtu, kanë probleme trajnimit të mësuesve, kanë probleme për mënyrën se si organizohen shkollat, që nga godinat që mund të jenë problematike dhe deri te mënyra se si mbajnë nxënësit në klasë, si kanë të organizuara klasat, sa orë bëjnë, kur kanë mungesa, vakanca orësh dhe në çfarë ore dalin fëmijët dhe kur dalin dhe si komunikohen ose si koordinohen me prindrit për shkak se tashmë e dim që prindrit janë alert momentin që fëmia del, pra duan të dinë eksaktësisht se kur është momenti mbarimit të shkollës. Të gjitha këto në Shqipëri mungojnë. Fatkeqësisht jemi futur dhe në një cikël dhe më problematik. Shkollat kanë interes vetëm të jenë në dukje mirë, nuk kanë interes në thelb mirë. Pra, sistemi arsimor nuk ka interes që të nxjerrë fëmijët të arsimuar. Të e kanë treguar dhe rezultatet jashtë. Se ky do të jetë Kanë interes vetëm kjo është një çështje shumë e gjerë. Mendoj është problem politik, është problem se si janë organizuar deri tani shkollat, problem pagesash për mësuesit, për trajnimin e mësuesve, që ata nuk i japin përkujdesjen maksimale fëmijëve dhe problemi mbasi disa prindërve të cilët sillen shumë në mënyrë arrogante dhe negative ndaj mësuesve, shkollave të tjera, duke i vendosur në presion këta mësues dhe këto shkollë. Pra janë faktor kompleks që çojnë në rënje të autoritetit mësuesve, bërje sa përsye faqe të shumë gjërave dhe vendosjen e disa notave fiktive në fund, pra vlerësimi të jetë fiktiv dhe mos të jetë realisht ajo çfarë pasqyrojnë. Po problemi më i madh është mos pasi asnjë lloj sigurie në shkolla. Pra mund kemi policë, po nuk kemi siguri. Mund kemi psikolog, po s'ka trajtim psikologjik. Po Rasti Martini të tregoi më së miri këtë. Polici ishte, roja ishte aty, psikologu ishte aty. Ka dalë një auditim i KLSH-s dhe ka trajtuar dhe rastin e Martin Cani. Dhe evidenton gjithë problematikat. Pra gjithë fëmijët thonë që ka dhunë të shtuar në shkolla, raportojnë dhunë çdo javë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, dhe janë shumë. Shtyre fizike, dhunë fizike, dhunë psikologjike, bullizëm, që duken pak, por janë shumë, janë të rënda për fëmijët që të marrin çdo ditë, çdo javë këtë lloj dhune. Lerë pasaj futja e armëve të zjarrit, që ata kanë konstatuar të paktën 2-3 herë në muaj, që është prapë rënd. Futja e armëve të ftohta, më tepër, droga, duhani e tjera, alkooli, që fëmijët bien në kontakt me këto gjatë shkollës. Të gjitha që në çfarë moshe fillojnë këto? KLSH-ja, me sa e kam ndjekur unë, e ka bërë nga klasa e
8, klasa 9, klasa 10 dhe 11. Pra duhet dhe nga mbarimi 8 vjeçares ose 9 vjeçares tashmë dhe vazhdimi i gjimnazit. Pra të dyja fasha. Dhe konstatojmë këto problem. Para se të shkoj në reklama, dhe një pyetje, se tha pak zonja Pano në nisje, kur po flisnim për vendimin, pra për dënimin e vrasësit të Martin Canit i mitur dhe ai me 16 vite, tha vrasësi është viktim për vete. Pra, po për këta të rinj, të mitur, që janë vrasës, le të themi, kanë kryer këta akt, kush mendon për këta? Pra duhet mendoj dikush edhe për këta, ose ndoshta edhe se dhe ata praktikisht janë të vrarë. Për shumë, rasti i Durrësit, nuk po përmend rastin e Martin Canit, rasti i Durrësit tregoi që edhe ai mituri tjetër pra që kreu aktin, dhe ai shfaqi nuk e kishte kuptuar as vetë çfarë kishte bërë, pra ishte i penduar me një herë pas aktit. Domethënë nuk ka ditur mbase të menaxhojë emocionet e veta, derisa ka kryer vrasjen. Pra po drejtësia, duhet jetë pak më e mëshirshme me këta, apo jo? Patjetër, ne po diskutonim pjesën e parandalimit. Pra çfarë duhet bëjmë ne si shoqëri që ta parandalojmë mosvajtjen deri në bërjen e krimit nga një i mitur. Tani në momentin që një i mitur ka bërë krimin, të gjitha organet shtetërore duhet të interesohen që ai jo vetëm të marrë drejtësinë që meriton sipas ligjit si çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, por me ato trajtime favorizuese për të miturin, siç e ka përcaktuar Kodi për drejtësinë për të miturit, por dhe të rehabilitohet. Dhe këtu janë ligjërisht ose në letër mënyrat se si rehabilitohet i mituri, sepse nuk janë vetëm vrasje, ato çfarë kryen të miturit. Pra, vrasjet mund të jenë të një shkallë, po shumica krimeve janë krime ordinere, krime të cilat mund të jenë të lehta deri diku, por ato prap duan rehabilitim. Dhe që do të thotë, nuk është çështja vetëm me dënu një të mitur, te kemi qëndrime kemi mbajtur dhe për ne na interesonte çështja viteve dhe në gjykat. Interesi jonë ishte që të bëhet drejtësi dhe të rehabilitohet çdo kush, jo vetëm të rast, por çdo kush i cili kryen krime. Nuk ka institucion shtetëror, u tha dhe nga zonja Pano dhe nga zonja Çepani, nuk kemi trajtime të mirëfillta, të fokusuara nga institucionet, se pra po në kthejmë të institucionet, ato paguajmë ne, atyre kemi lënë këtë përgjegjësi të madhe, ata e kanë marrë vetë të përgjegjësi të madhe, sepse janë zhdukur gjithë institucionet e tjera, deri diku, pra funksionojnë vetëm të lokalizuar në zona ndryshme, dhe ne ja kemi lënë fatkeqësisht shtetit, dhe shteti tashmë nuk arrin dot, nuk ka asnjë lloj mundësie që të bëjë rehabilitimin e plotë të miturve. Kemi një IEVP për të miturit, po e flisnim para në Kavaj. Ai është institucion i cili ka veçuar njerëzit që kanë kryer vepra penale të rritur me këta të miturit, por vetëm kaq, nuk arrin dot t'i kthejë plotësisht të rehabilituar fëmijët mbasi dalin nga institucion. Ka trajnime, ka kurse, ka veprime, por nuk pretendojmë që ta bëjmë më të mirë se ç'ishte. Patjetër që duhet të pretendojmë ashtu. Është jashtëzakonisht e vështirë që të pretendosh që një person i cili ka kryer një vepër penale të pretendosh ti ta bësh më të mirë se si ishte. Unë mendoj që institucioni për të cilën nuk duhet të shërbejnë institucionet e bashkëpunimin e familjes. Prandaj duhet patjetër edhe këtu familja. Sepse burgu këtë qëllim ka pra, dhe rehabilitimin, po flasim për të miturit. Nëse familja nuk është kemi një ngjarje me një miturin që prindrit u turrën parë që fshehën thikën, fshehën fëmijën, pra nëse kemi një familje e cila tenton që ta justifikojë veprimin, tenton që të justifikojë sjelljen, atëherë nuk do të arrijë as institucioni ta kryejë rehabilitimin. Institucioni i miturit në Kavaj është një nga institucionet më të mira që ka sot Republika e Shqipërisë. Qoftë për mënyrën se si i trajton, qoftë për mënyrën se si rehabiliton, qoftë për mënyrën se si kryen programet e rehabilitimit. A ka histori suksesi nga ky institucion? Pikërisht, se Faiku ka qenë dhe drejtues në Unë them këtë që të paktën unë nuk kam raste të konfirmuara të cilët kanë qenë të mitur që kanë kryer dënimin në këto institucione dhe më vonë janë bërë recidivistë. Janë bërë recidivist kur kanë dalë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk janë është e rëndësishme kjo, pra nuk janë rehabilituar. Janë rehabilituar, nuk kanë kryer krime sërish. Unë di, sepse kam ndjekur ato institucione dhe e njoh shumë mirë, di dhe përpjekjet e forta që bëhen nga punojësit e atij institucioni për të krijuar lidhjet, edhe për te mundësive, kërkojnë lidhje kur nuk arrin dot lidhjen se kanë edhe fëmijë që kryejnë vepra penale që nuk i kanë prindrit. Kërkojnë lidhje me gjet, me xhajat, me dajat, me hallat, kushdo
një nga të afërmit që i vjet në dispozicion. Prandaj them që është e vështirë që vetëm institucioni të bëjë ta kryej. Nuk e bën dot. Sidomos në edukoj fëmijët edhe me vendimjeçi. Ka pasur raste, nëse ka më shumë, pra ka dhe institucioni nevojë për më shumë mbështetje. Se ne japim, i mbushim institucionet me kompetenca, e njëjta gjë që bëjmë me shkollat. E mbushim me kompetenca, i ka vetëm një punonjës social aty edhe dy psikolog, edhe i themi ne bëj punën me 1000 veta, por nuk e bën dot. Fizikisht nuk e bën dot. Dhe në këto lloj institucionesh, ku ka edhe në përshkolla, ku ka edhe njerëz të cilët punojnë me dëshirën për të dhënë një kontribut, nuk ja dalin dot. Prandaj them që e para është çështje vëmendje. Pra, ku do ta kemi ne vëmendjen dhe ku do ta investojmë buxhetin. Në këtë moment fillon realisht serioziteti me të cilin ne i marrim këtë çështje. Ka institucione nevojë për më shumë mbështetje? Ka. T'ja japim. Ka shkolla nevojë për më shumë mbështetje? T'ja japim. Se po harxojmë, se përmendëm KLSH-n. Po ne kemi nga 1.8-2 milion euro shkelje çdo vit që na ikin nga shkeljet që bën administrata. Edhe po ti heqim ato, vetëm me ato super rritet buxheti. Që miraton një buxhet në fillim të vitit dhe ul buxhetin gjatë vitit. Buxhetin për arsimin dhe për shëndetësinë. Cili është ai shtet që e bën një gjë të tillë? Përveç se një shtet që është kundra popullit të vet. Këtë vit ka një qeveri që është kundra popullit të vet. Se është e pamundur që të bësh një buxhet dhe ti je i supozuar që këtë buxhet ta mundësisht dhe ta rrisësh, jo ta zvoglosh gjatë vitit, po ta rishikosh një herë në 3 muaj apo një herë në 6 muaj dhe të ulësh arsimin edhe shëndetësinë. S'kan vizion apo nuk duan? Nuk duan, absolutisht që nuk është çështje vizioni, është çështje mosdashje. Është çështje ose një vizioni këtu ndalemi. Ndjes që të ndërpres fjalën Faik se më duhet të shkoj në reklama, jam me vonesë, po këtu ndalemi sërish, këtu ku sapo po e lëm bisedën dhe çfarë duhet ndryshoj menjëherë pas këtyre ngjarjeve tragjike. Shkojmë në një hapësirë publicitare.